Temperaturat e ulta që i kanë karakterizuar ditët e fundit kanë ndikuar që shumë institucione, veçanërisht ato shëndetësore, të kërkojnë që fillimi i sezonit të furnizimit me ngrohje të fillojë më herët se sa ishte planifikuar. Drejtori ngrohtores së qytetit në Gjakov, Blerim Halilaj, ka bërë të ditur që bazuar në kërkesat të konsumatorëve, sezoni i ngrohjes do të fillojë që nga nesër. Pas kërkesave të konsumatorëve që na me fillu operimin, kur na jemi gati, nave që kemi bu përgatitet finale sot gjatë ditës, konkretisht ekipet tona janë hala në punë dhe gjatë orëve të kësaj dite të mbetura do të bëjmë përgatitet të fundit finalet, edhe prej nesër nave që fillojmë me operim sezonës dhe ofrim të shërbimit të konsumatorët. Vlen të theksohet që derisa temperaturat të kriten në rrjet vynë një kohë pak më e gjatë, për shkak se nuk guxojmë me ngroh rrjetin më njëherë për shkak të bimit të rrjetit, pra obligohem gradualisht me ngroh rrjetin të përmbush kushtet teknike që duhet me i përfill. Halilaj po ashtu potencoi që furnizimi me ngrohje do të bëhet në tërë rrjetin, përveç 2 degëzimeve të vogla, në të cilat ende po kryhen punime. Na do të fillojmë me konkretisht me ngroh komplet rrjetin tonë, me përjashtim 2 degëzimeve të vogla, që nëse mrrijmë para që me fillu me ngroh rrjeti me isanu 2 rrjeta të vogla që i kemi, pra do të fillojmë me krejt, po është mbi 98% rrjetit që do të aktivizohet prej nesër. Ndër të tjera, drejtori Halilaj bëri të ditur që sezoni i furnizimit me ngrohje planifikohet të zgjasë deri më 15 prill 2026, por nëse paraqitet nevoja, ky sezon i furnizimit me ngrohje mund të zgjatet edhe më shumë.